edhe nëpërmjet atyre që se kushti kryesor ka qenë kush kishte pasaportizimin polak apo të Bashkimit Evropian mund të bënte blerje. Pra shqiptarët që jetojnë në Gjermani, Itali, Zvicër, rreth e rrotur, pra që kanë një shtetësi europiane, mund të vendosen kudo stadium edhe me tifozëve polak. Mund të vendosen, por duhet të ketë kujdes sepse kisha edhe një bisedë me një miku që siguronte bileta nga krau i polakëve, por do të ketë kujdes që të vinë pa shall apo pa fanella, pa simbole kombëtare. Po nuk besoj që gjithë stadiumi të jetë me ultras polak. Duhet të jenë vendosur në dy ekstreme, besoj, ultrasit shqiptar dhe polak. Padyshim që do të jenë vendosur në dy ekstreme. Kombëtarët shqiptarë do të ketë tek niveli 2 i stadiumit, niveli 2 do të ketë në sipër, ashtu siç ishin dhe polakët në Shqipëri që krijuan shumë trazira, goditën nga sipër, goditën tifozët shqiptar, nëse mbani mend, dhe historia tjetër e këtyre, le të themi, huliganëve ishte gjatë verës kur Jagellonia e Polonisë erdhi luante me Dinamon, ku bën një veprim shumë të shëmtuar dhe ku pati dhe arrestime tek monumenti i Skënderbeut. Kështu që janë problematik, janë, le të themi, pro-serb, edhe këto elementet ngacmimet do të ekzistojnë edhe këtë ndeshje kanë përshtypjen. Po besoj që më mirë është të zbehen sepse ne po shkojmë të dy ekipet dhe kanë të rëndësishme, po Shqipëria është gati në ekstremin e çdo arritje që ka pasur deri më sot apo jo. Padyshim. Nuk duhen lënë padyshim europianët, arritjet europiane, por për botror vështirë që mund ta kishim imagjinuar, për të vërtetës, ne nisëm me një humbje përballë Anglisë. Pastaj fituam me Andorrën dhe qershori nuk ishte edhe aq bindës, sepse patëm barazimet me Letoninë dhe me sidomos ndeshja me Letoninë, ajo krijoi një lloj zhgënjimi i madh sepse u duk sigurisht ishin pa motivuar dhe këtë e përkeqësoi deri diku edhe fitoria e dobët apo e vakët që arritëm në miqësorën me Gibraltarin. Ishte një fitore që nuk dha shumë shpresë për ndeshjet e tjera dhe fitoria pastaj në fush, po pa lojë, ishte shumë e bukur. Jo, me Letoninë në Tiranë. Ajo sikur na zgjoi, kam përshtypjen aty ishte ajo pika e kthimit për kombëtaren tonë. Është shumë interesante sepse protagonist i ndeshjes me Serbinë, që ishte ndeshja kryesore, ne kemi dhe një reportazh plot të përgatitur nga stafi i emisionit Opinion gjatë ndeshjes në Leskovsk, kemi qenë atje prezent. Është momenti që duhet largojnë kamerat, po ndaloj dhe unë. Është momenti që kamerat ja ku e keni Open Training Season Ended. Shpresoj që dhe ne nuk do kemi probleme për të qenë akoma tek fusha. Ky është ekripi plot, a kemi mungesa Alban para se sa të kalojmë tek? Kemi, padyshim që kemi mungesa, sidomos që lidhen me sulmin, mungesat e Manajt, të Dakut, që janë mungesa të rëndësishme për sa i takon në sulmit, edhe po pavarësisht saj Silvinho prap ka mbetur strikt i asaj, nuk ka dashur eksperimente, sepse le të themi shembull, në serinë B po luajnë shumë mirë vëllezërit Binjakët Shpendi, Christian dhe Steven Shpendi, kanë përkatësisht 11 dhe 10 gola secili me Cezenën dhe me Empolin. Ndoshta nuk i ka dashur për këtë ndeshje, ka dashur të shkojë me këtë grup lojtarësh, edhe theksoi edhe vetë që nuk dua eksperimente. Janë lojtarë të rëndësishëm për sulmin, Broja për më tepër le ta quajmë si një gjysmë mungese sepse vjen nga një periudhë dëmtimi. Arber Hoxha vjen nga një periudhë dëmtimi. Ky është problemi që dëmtimet e kanë ndikuar, po themi. Po nuk është se ne prezente kemi pasur dhe gjatë kualifikuesave, për të vërtetës. Edhe lojtarët nuk është se kanë qenë që aktivizoheshin. Elci Hysa aktivizoi shumë pak. 90 minuta janë. Elci, po, 90 ose 120, se këtu shkohet edhe shtesë. Mund shkohet me shtesë, edhe ne e para që kemi treguar që nuk pësojmë shumë gola. Me Anglinë kemi luajtur shumë mirë dhe unë do doja shumë që ajo ndeshje të ishte më një herë në dhjetor. Nga nëntori ta kishim në dhjetor, do të ishte gjë fenomenale. Tani me këtë shkëputje kaq mujore, ai sa ke pasur ndjesi, cila është atmosfera në ekip? Atmosfera shumë pozitive. Unë pata edhe një bisedë me Julian Sheun edhe që intervistova. Janë me këmbë në tokë, më duken e njohin atë rrezikun dhe kam përshtypjen që ajo që ne kemi si aftësi, si vlerë është që ne vlerësojmë kundërshtarët që ndoshta në nivelin ranking të FIFA-s apo janë më lart, janë pak më lart. Ne problemin e kemi pasur gjithmonë për mua ndeshja më e vështirë ka qenë me Andorrën. Pse? Për motivimin dhe siç e pa dhe ju që ishte ndeshje shumë që u fitua me shumë vështirësi. Ndërsa me këto skuadra ne gjithmonë ne kemi duhet pak fat normalisht, duhet pak fat. Shiko, janë 90 minuta, sigur se thash, janë nga 90 minutat më të rëndësishme të Shqipërisë. Ka drejt Gjani, ne kemi dhe 2 kualifikime në finalet e europianëve që kanë qenë të rëndësishme, po botrori është një nivel tjetër, del në një treg shumë të madh futbollistik botror. Është shumë interesant dhe fakti që edhe Federata Shqiptare e Futbollit, se çdo gjë është në pikpyetje, ka 2 itinerare të gatshme, 2 linja flutërimi të gatshme, 2 hotele të gatshme, 2 struktura akomoduese dhe të fushave të stërvitjes të gatshme. Për një arsye, sepse e zëm edhe 2 fituesit luajnë me njëra tjetrën, 2 humbëse do të luajnë me njëra tjetrën. Do të luajnë me njëra tjetrën. Çfarë do të ndodh? Fituesi i çiftit Suedi-Ukrainë do të shkojë dhe do të ndeshet me fituesin e çiftit Poloni-Shqipëri.
Pra, këtu pasaj shortim duket Polonin, ekipin e fiton këtu e qonë në vendin Stockholm-Valencia. Për në Stockholm, nëse fiton Suedia, fitu si këtu shumë të shkojnë Stockholm, pra Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë gati një itinerar fluturimi për në Stockholm dhe hotelin dhe fushën ku do stërvitet ekipin Stockholm, njëkohësisht ka bërë dhe një plan të dytë për Valencia, që nëse fiton Ukraina dhe ne jemi fitues, ne duhet udhtojmë drejt Ukrainës direkt të nesërmen, pra ditën e premte në mesdit, për t'ju bashkuar ekipit të Ukrainës. Nëse humbet ndeshjet, pra njëri nga dy ekipet do shkoj të ndeshjet me ekipin humbës. Nëse humb Suedia, ndeshja do t'jetë në Stockholm, nëse humb Ukraina, ndeshja do t'jetë në Valencia. Natyrisht do jetë në Valencia për arsye se Ukraina nuk mund të luajë në territorin e Ukrainës për arsye të luftës, kështu që ka një paqartësi për ditët në vijim se si do vazhdoj, e sigurt është vetëm një gjë, që kombëtarja shqiptare e futbollit do kthehet në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë, pra rreth orës 4-5 të mëngjesit të ditës së mërkurë, o pjesëmarrëse në kampionatin evropian, ose me një ëndër të lënë në mes. Sa shanse kemi sipas teje? 25% shanse. 25% shanse. 4 skuadra. Dhe ti mendon që shanset e gjitha skuadrave janë thjesht barabarta? Në momentin e hedhjes së shortit, nuk e di, kisha një ndjesi të brendshme që doja që e shikoja që nëse ne kemi një shans, do ta kemi tek rrugtimi B, B, që ishte këtu dhe Shqipëria u ra në këtë grup, dhe ka një arsye në cilën unë argumentoj, janë skuadra të atij niveli. Kemi diskutuar edhe më përpara për mundësitë që kishte Shqipëria këto peshkonte, që Polonin tham e kemi mundur, Ukrainën e kemi mundur, Suedia është ai nivel që Kosova arriti ta mundte 2 herë mos gaboj apo një fitore një barazim. Po, them që janë skuadra të këtij niveli, kanë elemente, kanë individ, ndoshta që mund të kenë të një niveli shumë më të lartë, sepse edhe në ranking ne jemi të katërt të krahasuar me këto skuadra, por që nuk është janë të pathyeshme. Shiheni pak një pamje të stadiumit momentin e parë që hyra, sepse e nisa emisionin këtu, por momentin që hyra ju mund të shihni një kronikë interesante për stadiumin. Stadiumi shumë i bukur, nga këtu shihni vetëm një pjesë ti, në kronik mund shihni janë pak a shumë të njëjtat informacione, por më e plot. Stadiumi duket shumë i bukur, para se sa të kaloj në kronikën. Stadiumi shumë i bukur dhe në hyrje kishte edhe kalendarin që fillonte i aktiviteteve fillonte me Poloni Shqipëri dhe më pas ndeshjet nuk afishoheshin sepse ndeshjet nuk i di as vet Polonia se ku do t'i luaj, por ishte Andrea Bocelli do vinte të performonte këtu. Dhe këngëtarë dhe reper amerikanë që do vinë. Parë një stadium të mbyllur komplet si ky. Ky është projekt i Euro 2012-s, Ukraina dhe Polonia kur zhvilluan kampionatin evropian. Pra hapja është bërë këtu dhe mbyllja u bë pastaj në stadiumin e Kievit. Dhe thash në këtë stadium ne kemi sot për të luajtur ëndrrën tonë kryesore. Por si mbritëm deri këtu? Shqipëria pati një moment të plot, le të shohim një kronik të plot të gjithë pasaj për i kthejmë stadiumit, një kronik të plot të gjithë golave që kemi shënuar gjatë kualifikuseve për në botrorin USA, Meksiko, Kanada 2026. Shihni pak golat.